Memeta i thot pronarit që ta shoh me përqindje se ka i bie më mirë, pra të shoh nëse kompania me të cilën po investon cakolli është më e favorshme për të. Interesën të vëtë, interesët të më ndaj kështë. Ti me që interesën. Ti me qatë kompanin tjetër, a ki ma shumë interes, a me i kusht tjetër që me orë me të. Përqindjen, a ki ma mirë. Së më interesar fort ajo mua Jo, të është të interesu. Ajo në du me zhjithë që të për krejt. Pra, është prap kjo te kalimi kompetencës tuaj më u interesu se përqindja e banorëve ka ju bie më mirë ka me keq? Jo, që unë ata nuk janë banor. Në rastin konkret, unë i kam dy relacione me Gjeradin Aliun edhe me Cakullin, me Gjëmshytjen e me këta tjerë. Unë e një për fminis, jam që 50 vjetë jam familje tyne. Kom hangër, kom pi, kom najtë. Në kontekst kësoj, bisedat e mija me ta kanë qenë edhe të ngushta, edhe sugjerimet. S'ka lidhje ku kanë qenë, se ata janë ardhur në shpejt. Lidhur faktin se me fajl Cakollit në pronësi i kaluan edhe pjesën publike, në takimin e 4 marsit, Memeta i thot se e di se kush i bëri vijat. Tjetra, kur ja kanë qitë letën procedurë se këtina, në qata 6 notarit, 16.32, ma shumë se 3 orë janë këto pronë publike, rrugë të rrugë. Kush i ka po vijat, se qka bojë, unë ka të zden pak për me punë që atë dirun. Kush i ka bërë vijat, me qenë se këtë fanë që e dini? Unë atëherë nuk kam qenë drejtor në këtë drejtori, kur janë bëhë këto regjistrime të prunës ose regjistrimet e vendimit. Kush i ka bo vijat, i kanë bo vijat njerë që janë zyrtarë dhe kompetent për këtë punë, po ata nuk kanë bo në shta gabim që i kanë bo vijat.